Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Vlorës pas ditën e së hënës, ku një 32 vjeçare është gjetur pa shenja jete në zonën e plazhit të Vjetër. Viktima e identifikuar me inicialet ET dyshohet se është mbytur ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Sipas informacioneve paraprake nga policia, e reja vuante prekosh nga problemet të shëndetit mendor, konkretisht nga depresioni. Megjithatë, hetuesit po verifikojnë çdo pistë të mundshme që mund të ndihmojnë në sqarimin e asaj që ndodhi në orët e fundit para ngjarjes tragjike. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se ka qenë bashkëshorti i saj, ai që ka konstatuar trupin në ujë dhe që ka ndërhyrë menjëherë për ta nxjerrë në breg, pavarësisht përpjekjeve. 32 vjeçaria ishte pa shenja jete në momentin kur është nxjerrë nga deti. Menjëherë pas njoftimit në zonë kanë bërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, i cili ka kryer veprimet e para procedurale, si dhe ka nisur mbledhjen e provave. Trupi i pajet është transportuar drejt morgut për ekzaminime të mëtejshme mjekoligjore, me qëllim përcaktimin e shkakut të saktë të vdekjes. Ndërkohë, bashkëshorti i viktimës është marrë në pyetje nga hetuesit në kuadër të procedurave standarde për raste të tilla. Deri në këto momente nuk raportohen shenja dhune në trupin e 32 vjeçares, por autoritetet theksojnë se hetimet vijojnë dhe se çdo detaj do të verifikohet me kujdes. Policia pritet të dalë me një njoftim më të plot pas përfundimit të ekspertizës mjekoligjore, si dhe marrjes në pyetje të personave të cilët mund të kenë dijeni mbi lëvizjet e fundit të 32 vjeçares.